Rusia njoftoi sot se ka lëshuar një urdhër arrest ndërkombëtar ndaj themeluesit dhe drejtorit ekzekutiv të Telegramit Pavel Durov, i lindur në Rusi dhe mbajtës i shtetësisë franceze dhe të Emirateve të Bashkuara Arabe. Autoritetet ruse akuzojnë atë për bashkëpunim në terrorizëm. Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë FSB deklaroi në një njoftim se ka lëshuar urdhrin ndërkombëtar të arrestit ndaj Durov. Sipas FSB-s, Durov, i cili ndodhet në Francë, është nën hetim penal për bashkëpunim në terrorizëm, në lidhje me një çështje që sipas autoriteteve ruse ka të bëjë me rekrutimin dhe trajnimin e të rinjve rus nga shërbimet speciale ukrainase për aktivitete sabotazhi. Pak më vonë, llogaria zyrtare e Telegramit në platformën X publikoi një fotografi ku Durov shfaqet duke ngritur gishtin e mesit. Agjencia Reuters thekson se nuk ka pasur asnjë koment tjetër të menjëhershëm as nga Durov dhe as nga Telegrami. Në gusht të vitit 2024, Durov u arrestua në Francë menjëherë pas mbërritjes me avion. Ai, i cili mori shtetësinë franceze në vitin 2021, u vu më pas në hetim nga autoritetet franceze për një sër veprash penale që lidhen me krimin e organizuar. Drejtësia franceze akuzon se nuk ka ndërmarrë masa të mjaftueshme për të frenuar përhapjen e përmbajtjeve kriminale në platformën e tij të mesazheve. Aktualisht Durov ndodhet në masa të rrepta të mbikëqyrjes gjyqësore, të cilat nuk i lejojnë të largohet nga Franca pa autorizimin e autoriteteve. FSB-ja pretendon se Telegram nuk ka bllokuar një bot të njohur për njohje të quajtur Leo Match Bot, i cili sipas Moskës është përdorur nga shërbimet sekrete ukrainase për të rekrutuar dhe trajnuar të rinj rus për aktivitete terroriste dhe sabotazhi. Sipas njoftimit që nga korriku i vitit 2025, autoritetet ruse kanë arrestuar 46 shtetas rus të moshës nga 12 deri në 22 vjeç, të cilët kishin përdorur këtë bot i ndaluar në Rusi. Ata akuzohen për sulme ndaj forcave të rendit dhe për akte sabotazhi kundër infrastrukturës energjike dhe asaj të transportit. FSB pretendon gjithashtu se përmes këtij boti agjentë të shërbimeve speciale ukrainase, të paraqitur si vajza të reja, krijonin kontakte me përdoruesit për t'i manipuluar, të nxitur më pas të kryenin sulme ndaj policisë dhe zjarrvënie në objekte infrastrukturore. Që nga fillimi i pushtimit në shkallë të gjerë të Ukrainës në shkurt 2022, Rusia ka vendosur kufizime gjithnjë më të rrepta në hapësirën digjitale. Mes tyre janë edhe kufizime ndaj Telegramit dhe aplikacionit WhatsApp, të cilat Moska i akuzon se përdoren nga shërbimet ukrainase kundër sigurisë së vendit. Telegrami, aplikacioni i koduar i mesazheve, i themeluar në vitin 2013, deklaron se ka më shumë se 1 miliard përdorues dhe përdoret gjerësisht nga të dyja palët në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Rusia është përpjekur vazhdimisht të kufizojë përdorimin e Telegramit dhe të promovojë alternativën vendase, aplikacionin Max të mbështetur nga shteti. Megjithatë, institucionet shtetërore, përfshirë Kremlinin dhe Ministrinë Ruse të Mbrojtjes, vazhdojnë të publikojnë çdo ditë njoftime në Telegram. Pavel Durov është gjithashtu themeluesi i rrjetit social rus VKontakte, VK. Ai shiti pjesën e mbetur të aksioneve të tij në vitin 2014 mes presionit në rritje nga autoritetet ruse.